lëkur mikse me tendencë të ketharta, dëshirojnë të keni një lëkur me më shumë elasticitet, më të hidratuar dhe të ngjajë me lëkurën e një bebeje, atëherë ju mund të përdorni setin me qumësh domarice, është shumë ushqyes dhe rigjenerues, ndihmon elasticitetin e lëkurës, e hidraton atë në thellësi. Kyç lagështirën në lëkurën tuaj. Në vend të një larsi i cili acaron lëkurën tuaj ose latte të thatë, ju mund të përdorni latten duke pastruar fytyrën dhe pastaj mund ta shpërlani me ujë. Aplikoni kremin tuaj të ditës dhe të natës, është 2 në 1 dhe mbasi keni aplikuar kremin e fytyrës, mund të përdorni kremin e syve. Gjithashtu mund të bëni maskën scrub 2 herë në javë, duke lënë atë gjysmore në fytyrën tuaj dhe pastaj e largoni me ujë. Por ju që dëshironi më tepër të rezultate, mund të shtoni dhe serumin në rutinën tuaj duke përdorur atë përpara kremit. Pra, pastroni fytyrën me latte, vendosim serumin, përdorim kremin e fytyrës, kremin e syve dhe mos harroni, është shumë e rëndësishme të përdorim 2 herë në javë maskën scrub.